Një defekt I rënd në tubacionin 500 ujësjellësit solli probleme gjatë mbrëmjes së hënë në furnizimin me ujë të qytetit, për shkak të problematikave të krijuara, pati stakime dhe mbyllje të gjitha stacioneve të ujësjellësit. Pavarësisht situatës së vështirë të shkaktuar nga dëmtimi në këtë rrjet kryesor të ujësjellësit në Vlorë, problemi u normalizua vetëm gjatë orëve të vona pas mesnate. Një fakt I tillë u pranua edhe nga drejtori I ujësjellësit të Vlorës Klevis Kaso, sipas të cilit situata ishte mjaft e vështirë, pikërisht për shkak të dëmtimit, ndërsa tashmë furnizimi me ujë është rikthyer në normalitet gjatë orëve të para të mëngjesit të kësaj të marte. Mbas dite rreth orës 18 jemi njohur me një avari të rëndë në stacionin nëmër 4 që transmeton ujin nga pompat në depon e qytetit dhe menjëherë filluam nga puna, po duke njohur mirë ose duke pasur një inventar të mirë të nën tokës tani më, kemi ulur ndjeshëm kohën e reagimit për avarit. Dhe ky ishte një tregues që ky defekt u krye në kohë rekord dhe nga nesër qyteti fillon furnizimin me ujë të pishëm në normalitet. Kështu Vlora u përball sërish me një situatë problematike si pasojë e një avarie të rëndë në tubacionin kryesor 500, duke sjellë probleme për disa orë në furnizimin me ujë. Fatmirësisht tashmë situata është rikthyer në normalitet.